Po shifë, besimtari nëse e ka niyetin e mirë, e ka sinqerisht për hir të Allahut, çdo sen konsiderohet ibadet. Për çdo sen ka mu shpërblyt Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe nëse rish në punë, edhe nëse del, edhe nëse hecish, edhe për ato do të shpërblesht Allah subhanahu wa ta'ala, pasi që niyeti është i pastër për hir të Allah subhanahu wa ta'ala. E kështu që besimtari dhe besimtarja duhen të mundohen që ta shfrytëzojnë kohën, jo me hub. Koha tek musliman po flas, tek besimtar po flas, është më e shtrenjtë se ari dhe argjendi për muslimant. E kështu që na duhet me shfrytëzu, e sidomos në kohëra, do me thënë, apo muaj, apo javë, apo ditë, si për shembull muaji Ramazanit, si për shembull dita e Xumas, si për shembull ditët e Dhulhijhes, si për shembull dita e Arafatit, si për shembull nata e Kadrit, do me thënë besimtari duhet çdo herë të mundohet ta shfrytëzon këtë kohë. Pse? Sepse nuk dihet ma mundet me arrit edhe një herë. Po edhe nëse arrit, a e zen, do me thënë sidomos natën e Kadrit, pasi që në të ardhmen do ta kemi natën e Kadrit në 10 e fundit, që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash a mundesh me arriti natën e Kadrit ajo? Pikpyetje. E kështu që na të mundohemi ta shfrytëzojmë sa e kemi, do me thënë, edhe shnetën sa e kemi, se nesër nuk dihet. Sot jam, elhamdulillah, sot e kam shnetën, mirë po nesër nuk dihet se si do të jem. E kështu që përderisa e ke shëndetin, atëherë do me thënë mundohu me shfrytëzu, mirë po shfrytëzoj aty ku është Allah subhanahu wa taala i kënaqur. E ku është Allah i kënaqur? Namaz, përmendjen e tij, leximin e Kuranit, urdhërim në të mirë, ndalim nga e keqja, bamirësia. Do me thënë, në këto sen është Allahu azza wa jalla i kënaqur.